ai ka 23% të popullit, pra ka 77 milion Amerikan. Nga 360 milion popull, 260 milion me drejt vota, 155 milion morën pjesë, ka marrë 77 milion vota. Ka marrë 3 milion vota më shumë se një kandidate që ishte 3 muaj në detyrë. Dhe legitimiteti i tij është legitimitet, si thuaç, jo kaq i fuqishëm sa për të nxjerrë nga shinat Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë formë. Pra, atë që tham më parë, 80 vjet diplomaci, po shkunden për 10 ditë nga Trumpi. Që të arrijmë ne këtu të dalim të gjithë putinist, pra në kuptimin e asaj që japim drejt agresorit dhe ta trajtojmë agresorin sikur se ekziston, por ekziston vetëm një Zelensk si viktim me një komb i veti, i cili do të atrasohet NATO, të atrasohet në Bashkimin Evropian, e drejtat vetëvendosjes, të gjitha të drejtat që Amerika i ka patur kal betejë në të gjithë jetëgjatësinë e saj si shtet e demokracisë liberale. Të gjitha këto shkelen me këmbë në këtë formë, pra kur ne sulmojmë viktimën, ne nuk kemi asnjë garanci se çfarë do ndodhë më mbrapa. Putini, këta mendojnë se Putini është, domethënë, e kam thënë gjithmonë, Putin verstehen thonin në Gjermani. Pra Putin mirëkuptuesi që është ai që do merret vetëm me biznesin. Nuk është e vërtetë. Është komb ekspansionist, është simpliste absolute ta trajtosh Putinin në këtë formë. Prandaj Zelenski, duke e njohur se kush është, kërkon garanci shumë të forta, shumë serioze. Europa dhe ai Donald tjetër sot, pra Tasku, kishte thënë që 500 milionë europian i kërkojnë ndihmë 360 milionë amerikanëve që ti mbërë nga 140 milionë rusë. Pra, Europa do shkoj për keqardhjen time, unë nuk e dua Europën, e dua Europën në kuptimin e klub parimor, klub vlerë, nuk e dua të militarizuar, por Trumpi po lufton eksaktësisht për këtë. Pra, Trumpi lufton që Europa të militarizohet, të ecë drejt militarizimit, të tërhiqet nga çdo gjë, pra me shumë mundësi do të tërhiqet dhe nga NATO. Dhe ironia është militarizimi pastaj sjell luftë apo ja? Luftë. Pra ai thotë ju përgatituni se diçka e re do ndodh. Putini është miku im, nuk është agresori. Kështu që Putini mund ta vendosë kufirin nesër, ku diun në Poloni. Shiko tash. Ne mund të kemi qëndrime të ndryshme, opinione të ndryshme për çështje perceptimesh mbi ato çfarë ka ndodhur, ç'a ndodh. Po ti nuk mund ta bësh debatin që kush i pëlqen çfarë ndodhi në shtëpinë e bardhë është putinist dhe kush nuk i pëlqen nuk është putinist. Se nuk e përcakton ti se kush është putinist dhe kush është putinist. Jo, unë them argumentin tim, kush përfshihet pastaj e di ai, mbas ligjëratës, unë kam argumentin tim. Ti nuk mund të bësh bardhëzie, se është komuniste ajo. Jo, s'është komuniste fare. Nuk përcakton ti putinistin e kush secili ndihet i përfshirë, të përfshihet. Tani unë ndihemi përfshihen parimet liberale. Parimet liberale ikin ato, mbaj ato. Mbani ju ato tjera. Mbaj Sorosin ato parimet liberale. Po si ka Sorosi fare, jam të hershme. Sorosi një ju. Çfarë parime shemi ne tani? Ja ta them unë ty se çfarë parime. Duke se kemi lënë liberalet. Po ngjok të ngjok. Shkon J.D. Vance, presidenti amerikan, në konferencën e Miniut, që është forumi më i lartë informal i sigurisë euroatlantike, dhe thot: "O Europë, bota unipolare ka marrë fund." Po ta pranon vetë. Jemi po futemi në botën multipolare. Në botën multipolare rregullat e lojës janë ndryshe. Nuk është më siç ka qenë më përpara. Nuk këto kushte që ju t'jeni aleat me shtetin, sepse kemi prioritete tjera më. Në këto kushte që ju të jeni aleat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe plotësisht dy kritere bazë. E para të ndajmë të njëjtat vlera, liria e njëra tjetra. Çfarë jemi duke thënë? Dhe dyta është nuk mund t'ju mbrojmë unë, juve, sepse ju jeni ekonomi paqe madhe sa unë. Dhe atëherët, nëse ju doni NATO-n, investoni në mënyrë të barabartë. Rim të Zelenski. Nëse nuk e doni NATO-n, se çështja Europa-Amerikë cila ka një qasje tre një herë tjetër, se nuk kam kohë se duhet. Dakor, po që dalim ke putinizmin dhe në këtë këndvështrim, ai thotë në këtë botë të re, unë sfidën e kam me tjetër kënd. Nuk e kam as në Ukrainë, nuk e kam as në Rusi, e kam në Kinë. Dhe nuk kemi ne që ja përcaktojmë interesat kombëtare Shtetit Bashkuar të Amerikës. Bëhemi serios tani. Ne si vend i vogël, duhet që të shikojmë ku po shkon bota, tonë atikojnë interesat tona. Dhe dikur kemi pas interesat me kinezët, tani kemi me amerikanët. Çfarë kemi ne tani, se ne thjesht po komentojmë. Se këtu dalim ke pjesa e putinizmit. Tani Shtetet Bashkuara e shohin botën ndryshe dhe interesat e tyre ndryshe nga që kanë parë deri tani. Çfarë do i bëjmë ne tash? Ne ta themi një herë.
Si, jo, nuk mund të thosh. Jo, nuk Si fillim që atë themi ta kuptojmë të gjë. Në analizën e bëjmë, ne nuk marrim mendime. Na thot një republikan që kemi në studio. Ndërhyrje do bëj, vetëm shumë shkurtër. Në vitin 2007 Biden ka thënë të njëjtën gjë në mënyrë. Ka thënë, neve nuk e shtrim dot më fuqinë, ka që gjatë duhet me në juve përgjegjësi, u ka thënë europianëve. Të njëjtën gjë, mota mosi Vensja u ka thënë, edhe Bideni në 2007. Dhe sot Amerika, dhe ka që kamën, nuk e ka vetëm një problem parimor, ka një problem material. Marina amerikane nuk mund të shtrihet më. Aktualisht që flasim, i mungojnë 20.000 marinar për të futur në rekrutimin. Dhe thot, zotri, unë nuk e mbaj dot më këtë peshë, sepse kam përpara kinezët që e kam fuqin e cila është konkurrentja ime. Hapni dhe ju dhe thesin, bëni tanke, bëni në qëse do të përballoni Rusin. Larg qoftë, po filloj betejë, ndoshta do vinë prapë, po edhe ndonjë lek duhet se i sharruam tanket edhe topat që kishim. Mirë tanket, po topat se i sharruam, se marrë vetë. Se i soj kanë vetë. Kur e pash kush ishte atje brenda dhomës, nuk e pash Hegseth, që është Ministri i Mbrojtjes. E pash Rubio, që është Ministri i Jashtme, edhe bashkë me të ishte Ministri i Financës. Kështu që mendin e Trumpit ishte për ekonomi, nuk ishte për luftë. Edhe nëse shikojmë çfarë ka bërë Trumpi gjatë kësaj 2 javësh. Ka liruar Rusia, një person që ishte mbajt penga atje për 20 vjetë, Mark Fogler, që kishte pirë hashash, një mësues. Edhe Biden e ka lënë atje. Biden ka bërë një treg për ajo basketballist që ishte mbajt peng, por e ka lënë ai tjetri njëri i zakonshëm. Kështu që Trumpi po tregonte amerikanët që ai po bënte diçka. Mori Mark Fogler nga burgu edhe nuk dha asgjë. Përveç, por Biden e ka bërë një shkëmbim me një tregtar armësh. Sot, Trumpi ka thënë që do kemi një investim nga Taiwan për 100 miliard në Arizona, për microchips. Kështu që ai është duke shpallur gjithë fitimet e tij në zonën ekonomike. Kur filloi Zelensky duke thënë që jo vetëm nëse nuk bëri si që them unë, do kemi ne probleme, por do keni edhe ju problemet, në atë moment mund të kap edhe vëmendjen e amerikanëve, se përndryshe amerikanët nuk mendojnë shumë për Donetsk dhe Rusia. Prandaj u bë ndjeshëm po thua Trump. Prandaj reagoi ai, sepse jo vetëm që marrëveshje mund të dëshoj, por edhe vëmendjen e amerikanëve do mendojnë çfarë po ndodh me Rusinë, do vinë rusët në Alaska, po çfarë po ndodh. Edhe prandaj reagoi ai që thotë që ne jemi shumë mirë, ndihemi shumë mirë, edhe ju keni probleme. Si do të përgjigjeshit asaj kritike që është thënë më së shumti nga gazetarë, analizë kritik shumë, se kanë folur shumë këtë ditë, por këtë gjë është bërë shumë trend. Që janë shumë delikat, si këta ndoshta për të përdorur një përkthues ose për të bërë mbrapa skene edhe për të dalë pas firmën duke festuar. Për shembull, dikush ta, njeriu më i fuqishëm i botës sulmoi njeriu më të dobët të botës. Si e shikon, ka të drejtë këtu, ka të vërtet? Ne e dim që as Gjedi, as Trump po qenë Zelensky. Ka pas problemet edhe kur ishte mandati parë të Trumpit me Ukrajinë, me gjërat të tjera, kur Trumpi mori Zelensky në telefon edhe kishte probleme, edhe kishte pastaj një problem me Kongresin. Pastaj Zelensky ishte përkra me Harris gjatë fushatës, kështu që ne e dim që të dy nuk shkojnë, por prapë se prapë besoj që Trumpi është duke fokusuar në paqe. Nëse ai mendon që ka një, domethënë, hapësirë me Rusia, duke përmendur që ka ndërruar Mark Fogel para një javë, këtë është një hap pozitiv që do thotë që Rusia është gati për të bërë diçka. Edhe ndoshta ne kemi thënë ata që ne e dim që ju keni 40 anijet me naftë që nuk kemi kap akoma, edhe jo vetëm që ne kemi sanksionet, por do zbatojmë ata sanksionet që kemi edhe nuk kemi zbatuar. Kështu që ndoshta Rusia është gati për të folur për diçka. Edhe tani është gati Trump tani, se Zelensky tha po unë dua të nënshkruaj me Shtëpinë e Bardhë. Bile sipas mediave nuk e di sa saktë është që ai ka kërkuar më njëherë që të vazhdonte agjenda. Trumpi është që ai është duke bërë korrupsion edhe duke fituar nga lufta. Nëse është vërtet, ai nuk ka shumë qejf për të mbaruar luftën, sepse ai është duke fituar edhe nëse mbaron lufta,
do shkoj ai të përgjigj për si... Ka shanse të rikthehet në shtëpinë e bardhë Zelenski sipas jush, si njihni ju Trumpin? Po, ka shanse ta pranoj Trump që është tavolin? Se Trumpi sot thot që je keq, nesër thot, okej, bëjmë deal. Po, në fakt shu tha, është diktator, pastaj tha pse, unë e kam thënë, njeri i ndryshimit pozicioneve në funksion të qëllimit. Besoj që do jetë më menaxhuar mbrapa skenës se këta. Negociatat me Rusi. Jo, një minutë, duhet kaloj ke Europa tani, se nuk kemi më kohë, kemi edhe 10 minuta, vetëm. Vetëm një fjali deshe. As negociatat me disë SBA-ve dhe Rusisë nuk po shkojnë mirë. Po e shikoni këtë? Sepse ka qëndrime të caktuar. Madje ka një hipotezë që thotë që situata, ajo që ndodhi në shtëpitë bardhë ishte e stisur në mënyrë që të mbuloj dështimin me negociatat që po ndodhin me Rusinë. Dhe fakti që negociatat me Rusinë nuk po ecën vaj, do të thotë që Trump nuk është putinist edhe pro-Putin edhe kundër Ukrajinës. Do të thotë që ai ka përcaktuar me këtë putinism. Po, ai ka përcaktuar piketat e veta ku do të arrijë dhe po synon drejtat e tyre. Vim tek Europa. Edhe kur nuk besoje që një xhaje kishte rrethuar MiG-29 me çiftet, thoshin putinist. Kur nuk besoje që ishin duke zmontuar programatorët e lavatriçeve për raketat, thoshin putinist. Po tani, nëse do të diskutojmë te ajo zona gri, hajde flasim, por nëse pastaj për çdo gjë që thua që ai djali aty për shembull ka eliminuar komplet opozitën, se nuk po them që nuk ka bërë zgjedhje, por ka eliminuar komplet opozitën, janë vrarë në Ukrainë, po aq gazetarë sa janë vrarë në Rusi. Kjo nuk do të thotë që je putinist, kjo do të thotë që ti po fotografon një realitet. Dhe kështu që për sa i përket negociata po, është e vërtet, ka një negociat, Ukraina është një ndër pikat, negociata më e rëndësishme për amerikanët është rrethi polar Arktiku, sepse ata dalin vetëm në Alaska, por nëse marrin Groenlandën, do ta marrin me siguri, bëhen në pozitat barabarta me Rusinë dhe në kohën kur akujt shkrin dhe mund të shfrytëzohen disa muaj lundrimet, në kohën që i kanë filluar probleme në kanalin e Suezit, sepse janë Houthit pak më poshtë. Në momentin që ka probleme me Panaman, me kanalin e Panamas, atëherë kjo rrugë kalimi bëhet shumë e rëndësishme dhe kjo është një ndër pikat që po diskutohet, se nuk po diskutohet vetëm Ukraina aty. Dhe kështu që mendoj që ajo... Vim tek Europa, të lutem, se nuk ka më shumë kohë. Vim tek Europa, pati një shkundje Europa. Pati një shkundje Europa mbas takimit Zelenski-Trump. Kuptoj që diçka duhet merrte përsipër dhe kanë filluar takimet, u takua me Britanikun, me mbretin, Macronin. Pyetja që kam është, a mundet Europa pa SBA-n të përballojë vetë konfliktin Rusi-Ukrainë? Unë citova pak më parë, Europa sot që po t'i mbledhi që gjithë nuk bën dot 200.000 peacemaker, pra paqeruajtës, t'i vendosë në vijën e frontit. Lere më pastaj për tanke, për mbulim ajror, për Italia gjithë ka vetëm i kanë vetur 2 bateri Patriot. Predhat, pa Shtetet e Bashkuara s'janë në gjendje të prodhojnë predha për topat, dhe pa folur pastaj për tanke, për avion, e të tjera. Kështu që është shumë e vështirë për Europën. Neve e pam që u mblodhën të tre dhe pastaj të nesme, sot ju dolën kontradikta, ndryshe mendon kryeministri Britanisë, ndryshe mendon Macroni, jo po të çojmë mushtar, po si do të çojmë për, dhe në fund të gjithë thonë, po shiko, atë mbulimin ajror të na japin amerikanët, po logjistikën të na japin amerikanët. Nuk e bëjnë dot pa amerikanët, sepse kjo Europë që neve njohim është strukturuar në ombrellën amerikane. Pa ombrellën amerikane nuk ekziston dot. Dhe ky është një problem i madh, sepse nëse fillojnë edhe lëvizin kështu, do të çojnë në shpërbërjen e NATO-s dhe neve do kthehemi prapë në shekullin e 15, kur Europa kishte 500 principata që shkonin gërgam me njëra tjetrën. Kjo Europë është strukturuar e tillë, është strukturuar dhe avancimi i NATO-s si i tillë. Pashte, imagjinoni një moment kur tërhiqen bazat amerikane nga Gjermania dhe nga Italia. Nuk po them lindje se pastaj kalojmë në skenar apokaliptik, po u tërhoqën nga Rumania edhe nga Polonia. Do filloj ky Gjermani që fitoi, se ky tha, unë jam lider, tha, opa, i kërcejnë qefi pastaj të shtyj kufit, po të kthehemi çik ajo Mittel Europa, ta marrim dhe Austrinë, ta marrim edhe këtë, po çohet francezi, po si do ta bëjnë ushtrinë e përbashkët europiane këta, se të gjithë e pranojnë një komandant amerikan.
po do shkoj ushtari gjerman me një general francez, do shkoj ushtari portugez me një general lituanez. Dakor, po jo, po dale, se kemi të lajthitur. Kja të kallasin e bes, ajo tha, neve do të ndajmë, ajo 2000 ushtarë ka i gjitha, se hyra për parë njëherë, sa ka Letonia, 2000 ushtarë kishte, do të ndajmë Rusin, tha, në 5 pjesa, në 5 shtete do të ndajmë. Do më thënë, kje nga më të fandaksurit, deri me të ata që bëjnë me gjithmonë atë real politik. Por problemi është që Europa nuk është shëruar akoma shumë e re, është vetëm 80 vjetë që jeton në ombrellën amerikane dhe nuk ka krijuar ende një identitet. Çështja është ta ka zgjedhë Europa, se është Amerikë. S'ka më fare zgjedhë Europa. Po pra, po është Amerika që po të rriqet, jo Europa që do të ikë nga Amerika. Jo, Amerika s'është të hequr. Nuk ke një fjalë të amerikanëve që të heqen. Kjo është gabimi. Amerika po thotë që unë do të vazhdoj të jem ombrella e juaj. Por, komandantë do e mund, thot. Barën du të mbani ju në mënyrë të barabartë. Dhe thot që në 2014, në samitin e Walesit, ne kemi vendosur një target për 2% të GDP-s investime në ushtri, mbrojtje. Dhe çfarë ndodh? Jemi në 2025 dhe më pak se 50% e këtyre vendeve e kanë arritur këtë target. Dhe thot që unë si shtetë bashkë... Një minutë, për disi kanë arritur. Kap italianët, kanë futur Guardia di Finanza, kanë futur gjitha rrypa, gjithë prapavinë e kanë futur në emergjenca civile, kemi heqë nga Ministria e Brendshme, kemi futur ke Ministria e Mbrojtjes, me këto gjëra. Dhe presidenti Trump doli e tha, doni të jemi në NATO bashkë? Po, qojeni 5%. 5% se qojnë do se falimentojnë gjitha ekonomit. Por synimi është për të arritë këtë 3.5%. Por të shkosh 3.5% të thotë të dyfishosh ato çfarë është tani. Dhe SBA thonë që bëjmë marrëveshje tregtare bashkë, rrim në NATO bashkë, përcaktojmë kufirin lindor ku janë interesat tona që ndahen me Rusin, ju mbani barën më të madhe për Europën, por unë jam ombrella juj, dhe ju më lironi mua që të shkoj dhe të merrem në detin e Kinës jugu, sepse kam edhe sfida tjera. Tani, Europa ka dy zgjidhje, o do e bëj, o s'do e bëj. Dhe ky thot, po deshet mu në NATO dhe të mbrohemi bashkë, ky është pazari. Po nuk deshet të financoni ju për mbrojtjen tuaj, unë dalë ju vazhdoni, unë shoh punën time. Kjo është zgjidhja e Europës. Jo, pastaj do bëj ato që tha ai marrëdhënie tek për tek me shtete. Pastaj bëjmë marrëveshje bilaterale. Zaloshnja, më pas jo e mbyllim me Crawford. Zaloshnja, po ju lutem shkurt se janë në fund duhet ta mbyll. Zaloshnja, po ikën Europa nga Amerika apo e kundërta? Unë mendoj që Evropa duhet ndryshoj mentalitet në sensin që nuk duhet vetëm të presin nga Amerika, por duhet bëhet edhe pjesë në saj. Dhe kjo vlen në të gjitha fushat e jetës. Nuk vlen thjesht te bashkëpunimi ushtarak që kanë, kuadrin e NATO-s, por vlen edhe për shembull, sjell një shembull. Për makinat europiane që vinë në Amerikë ka një taks 2.5%. Për makinat amerikane që vinë në Evropë ka një taks 10%. Tani çdo të thotë kjo, çdo të thotë që Amerika është kjo tokë ku gjithë mund ta shfrytëzojnë dhe mund bëjnë ato që duan, ndërkohë që Amerika s'kupton se çfarë bëhet. Dhe ka shumë discrepancy, ka shumë gjëra që nuk shkojnë si duhet. Okay? Tani jam dakord me atë që Europës do të duhet shumë kohë nëse do të bëjë diçka të vetëm dhe nuk është e mundur që për momentin as tani as në të ardhmen e largët do thosha që t'i bëjë pallë presionit rus. Për sa u tha ajo tjetër aty, nuk e di se si dolin konkluzionin personalisht. Mendoj që Putini është një nga qeniet më të këqija që ka ekzistuar në këtë shekull. Okay? Është një kombinim i një komunisti me një KGB-ist dhe nuk ka dy cilësi më të liga që mund mblidhen bashkë. Ajo që po thosha unë, edhe kam simpati shumë të madhe për luftën që po bën populli i Ukrainës, edhe për Zelenskin si personazh që është vënë kryet e asaj lufte. Po diskutoja thjesht për faktin se si vajti biseda në atë dhomë, jo për gjërat e tjera. Okay? Që Putini është ai që është, që ai bombardon kisha, e bombardon spitale dhe merr fëmijët peng dhe i çon Rusi, kjo është fakt që dihet. Tani çështja është si mund t'i vihet një fre kësaj, çfarë mund bëhet. Ka më shanse Zelenski pjesë në saj, po edhe Evropa duhet bëhet vetëm, për shembull, nëse Evropa nuk ka kapacitet ushtar, nuk e ka. Atë Evropa të paktën duhet vëj lekët aty ku ka gojën. Okay, të paktën ta financoj projektin nga ana financiare. Mos presi që Amerika të mbaj pjesën e luanit edhe për ushtrin, edhe për financat, edhe për gjithçka tjetër. E kuptova, okay.
Okej. Evropa ka shtetet fuqishme, është Gjermania, është Franca. Janë më të këqija. Gjithë Okej. bashkimet evropiane së bashku. Janë më të këqija ta mbas Putinit. Edhe si popullsi është më e madhe, janë gjendje që ta mbajnë këtë faturë dhe mos ngjelet barra vetëm Amerikës, sepse kjo e rrit më tepër atë pakënaqësinë që është në këtë anë të Atlantikut. Zaloshnja, të falenderoj, nuk kam më minuta, falenderit. Nga 1 minutë ju kërkoj t'jeni koncis. Jam Po, shumë Culhaj, sintetik fare. ka shanse më Zelenski, apo? Jo, ka pa tjetër, nuk diskutohet, për Europa nuk dalë vetëm.